Mëngjes! Si jeni, si ju kam? Sa do ju marrë një ditë time dhe do përfshi çdo gjë që do bëj, shpresoj mos harroj të përfshi ndonjë gjë. Po do përfshi dhe punën dhe nuk e di çdo gjë të vogël që do bëj. Që të më njihni dhe ju pak më mirë sepse pash kishin komentuar disa që duam vlogs, kështu që here you go. Dita nisi si çdo ditë me kafen me mamin, është gjë ime e preferuar për të bërë në mëngjes para se të ikim në punë. But I crumble completely when you cry. Sa po më mori korrieri që ka ardhur një pakon nga Zara. Ja bëj unbox kur të ikin në shtëpi. Unë tani kam filluar që të vesh vetëm sandale sepse është tmerr vap dhe atletat më vdesin. Kështu që sandale i tis. Ne vazhdojmë me zyrën, sapo erdhëm, bëjmë check-inin dhe vazhdojmë ikim te tavolina jonë. Nuk e di arsyen pse, po këtu vendosa t'ju tregoj se çfarë kam në çantën time. Filloj me një pako fazoleta, pastaj vazhdoj me fruta, shumë qershi dhe 2 nektarina. Çka këtë balmin Rare Beauty që ka një erë të përsosur, është si primer para parfumit dhe është një mrekulli, nuk e di, ka erë aq të shijshme. Është shumë e ngrënshme. Çdo person që ma ka provuar e kam influencuar që ta blej. Vazhdoj me një laps, ky është nga Mimo, që tani mi qëra fjalla nuk po e gjej më, nuk e di se ku e lash. Çanta mbaj gjithmonë një krem duarsh, kam një 1000 lekësh, një portofol, një 10.000 lekësh super random, se ndonjëherë përtoj që ta fus të portofol, kam AirPods dhe disa produkte për buzët. Dhe u bashkova me kolegen time, Anisa. Që punon, Anisa. Vesha ka se punoj vërtet. Unë pas kam fundatinë shumë bardhë sot, kryesim me lëkurën. Shiko, e nxjerrë dhe kjo dritë. A thua? Andrej më është të drejtë. O kos në qosë në hapin në njerë YouTube, I would never shut up. Vitet të mjanë ishin një orë dhe thjesht unë duke e folë redi. Më falë shumë. Mos e kam aparatin dorë. Unë e dalë në kamerë direkt. Jo. Këtë YouTube e kjo. Dhe përgjigja është po dua. Duhet i thonë Anisa e për shumë e bukur sot dhe do shkrihet. Ishëm duke kam kështu. Ndërkohë kolekt e punës dhe vetëm lesht e kokë. Forca, Edison. Fakt se duhet të marrim consent që do të filmohet. Edison na firmos pa kontratën, të lutem. Se pastaj na e gjyqja. Ua, ta marrë një si kjo? Ta marrë një si kjo? Çfarë doni më? Jo, do një si kjo që ka me ginger. Kam shumë frikë. Le ta provojmë. Me gjotë jetë gjitha në tokë. Asëmëra. Mos ja prek. Jo se preka me këtë. Ku zdotin? Çfarë është kë? Çfarë është? Di ginger. A thua se këtu nuk thot ginger? Është e ndjen ginger. Si influencer japin reviews. Mos i besoni. E ndjen dhe veganizmin. Veganizmin. Ai aftertaste që të vjen mbrapa është se ka skatuar 197-ën ajo prandaj. What? Ua, Edison. Po shumë e mirë. Nuk do të thotë se ka skatuar 97 nuk bën. Atëherë, ne sapo provojmë. Daj na vete. Kolegët tanë duan na vrasin. Lista. Sa do shoja. Organike. Edhe më pëlqen, po kjo nuk më pëlqen kaq, Edison 5 nga 10. Prove ti. Ah, kur e morëm ne? Isha gati. Edison, si ndihesh që ne nuk na pëlqeu sneku jot? Edison që thotë keni vetë. Edhe me shalqi merr orbit me shalqi Edison. Unë marr me shalqi. Shalqi pra? Është shumë mirë. Çfarë thash? Ka do Kjo është menaxherja jonë bisi. Jo, është tjetër. Të Elbasanit, Elbasanit. Është Anisa, çfarë marr për drek Anisa? këtu kemi gjell me domate, qep dhe karrot. Bof mirë Anisa, bof. Healthy Queen, wow! Se që quhet kjo bostan? Të gjithësi do të na... Unë e mbarova, harrova që po filmoj sot, por kisha fileto pule. Oh, Healthy Queen! Proteina.
mos të si e vështirë. Ma kupton ti shumë Security, më kërë security. Cindy është menaxherja jon. Hello. Unë jam një menaxher shumë strikt, po He's a liar. A very bad liar. super duar. Se të gjesh njerëz. Unë jam shumë strikte po. Nëse. Atëherë këtu kemi këndin tonë shumë të rëndësishëm që kemi vaj, kashmira, pistaqe të mbetur, as kush nuk do ta haj. Kemi reçel të përvet, balsamit dhe sheqerin dhe përzierësin. Hajde me mua të përziem kafen bashkë. Cindy njihet që e derdh kafen, por ka ca kohë që nuk ka derdhur. Kështu që, dhe do shohim si do shkoj kjo. Atëherë, hapim qeshen, sepse kam jetuar në Greqi si ta lidhje. Po erdhi nga Athina. Edhe blevëm kafe. Ati për ta pirë, për ta shijuar. Edhe të bëjmë një ASMR. Tani që kemi pak kohë pushim, do mësojmë Anisën të editoj fotot. Nëse unë kam një hobi, është editoj fotot. Do më thënë si do mos fotodance, si këto këtu. Vdes. Në që se kjo e ka hobi atë, unë e kam mak. Unë des. Unë i them mirë të editoj unë. Yep, I love it. Më duket shumë gjë kreative. Okay. Shife maj sa e bukur ka dalë shife. Mos, pas ka marrë? Pas të keni për aplikim. Oltën, unë ku shkën? Tani ne kemi filmime, okay. Cause we're young and wild and free. Do i këtë marrë pakun e Zarës, se duhet ja bëj unbox, me që po bëj vlog sot, dhe do i këtë studioja, kam disa pako për të bërë, sepse nëse nuk e dini, ne kemi faqet Topzat Visa L, ku bëjmë ditarë të ndryshëm vizual, dhe janë shumë cute, dhe sot kemi një porosi, disa porosi do me thënë. Dhe pastaj dua që t'i ikit e motra dhe të shohim nipin e voçkël, sepse kam 2 ditë që nuk e kam parë, dhe ata arritën ta di për gjysmë ore, jo 2 ditë. Hello! Të kësaj dashur nuk ndihmon me pakut, thash t'ju tregoj se çfarë kam blerë te Zara. Zara suppozimisht ishte ulje, ama uljet këtë herë nuk u dukën fare si ulje, se Zara ka pas një periudhë që i çonte gjërat 5000 lekë, 6000, 7000. Këtë herë ishin të gjitha mbi 15. Okej, ca gjëra pa ulje fare, po nejse, do i shohim bashkë se ca gjëra mezi i kam pritur. Ulje, kam marrë këtë kostumin lino, sepse më pëlqeu shumë. Nuk është shumë oversize, edhe mendoj se do rri mirë, po nëse s'më pëlqen thjesht e kthej. Këto kanë dhe pantallonat paska, zinxhir fare, por që kanë elastik që është shumë cute. Dhe prirja në fund vjen e gjerë, po në fund fare ngushtohen pa fare. Më pëlqen. Interesante. Pantallonat kushtonin 49.500 dhe i kam marrë në medium dhe këto. Ndërsa këmisha 39.500. Kam marrë dhe një këmish tjetër, te modelja duke shumë e bukur. Thjesht më duhen sa gjëra cute që mund t'i përdor edhe në punë. Se rroba që i kam për punë i kam gjitha si kjo. Edhe ngelja duke shkuar vetëm kështu. Tjetër, kam marrë këtë kanatierën. Ishte shumë e bukur. Dhe mua më mungonte një kanatier që ka dhe të zezë të bardhë. Se nuk e di, më duket se u jep më lezet. Ka edhe një gjë të bardhë që të bëj kontrast. So cute! Edhe prerjen e pas ka kështu si hourglass, që besoj mirë të bëjt. Nice! Më pëlqen. Kam marrë një kanatiere të gjatë të thjesht bazike të bardhë. Kjo ka bërë 8500 lekë. Dhe një palë pupa. Unë kam një palë pupa që i vesh gjithmonë, që janë të zezë dhe janë me detaj silver. Kam shumë outfite që më duhet diçka që t'jetë kafe dhe të mos jetë aq e ftohtë, si të them, dhe porosita këto. Më fal, janë shumë cute. Në dritë ndryshe duket si tonalitet ndryshe i kafes. Ja, këtu ngjan si bezh e hapur, si qumësht. Cute! Dhe ka detaj në gold. Që më duhej? Ju pëlqen po jo. Ku t'i mbaruam, po pas kam harruar që të mbaroj vlogun. Ikëm dhe në protest, ika dhe te nipi, po normalisht nuk do e postoj nipin.
dhe ishte një ditë e plotë me shumë gjëra për të bërë si çdo ditë e imja. Gjithashtu ky ishte vlogu im i parë, më thoni si ju duk dhe ju put shumë. Bye!